Dashi. Dita nis me një ndjenjë energjie pozitive, duke të ftuar të shfrytëzosh çdo rast që të ofrohet. Në dashuri, lër vend për dialog dhe mirëkuptim. Partneri yt do të vlerësojë çdo përpjekje për të bashkëbiseduar me zemër të hapur. Në punë, aftësitë e tua organizative do të shndrisin. Kjo është një mundësi për të treguar se je gati për sfida të reja. Kujdes me financat, shpenzimet e paplanifikuara mund të krijojnë tension. Mundohu të bësh një bilans realist të situatës. Ndjehesh i frymëzuar dhe ky moment është ideal për të reflektuar mbi qëllimet e tua të ardhshme. Mos harro që çdo hap i vogël përpara është një arritje e madhe në rrugëtimin tënd. Dita mbyllet me qetësi dhe harmoni. Demi. Në këtë ditë pas Krishtlindjeve, një ndjenjë qetësie do të mbizotërojë në shpirtin tuaj. Është momenti ideal për të reflektuar mbi vitin që po lëm pas dhe për të bërë plane të reja. Në çështje të zemrës, duhet të tregoni më shumë durim dhe mirëkuptim. Partneri juaj do të vlerësojë çdo përpjekje të vogël për t'i kuptuar më mirë. Në aspektin profesional, mos hezitoni të shprehni idetë tuaja kreative, pasi mund të sjellin mundësi të reja. Financat duken të qëndrueshme, por është e rëndësishme të shmangni shpenzimet e panevojshme. Bota e brendshme do t'ju falë qetësi dhe forcë për të përballuar çdo sfidë që mund të shfaqet. Mos harroni të gëzoni momentet e thjeshta të jetës. Binjakët. Dielli i dimrit ndriçon qartë mendimet dhe ndjenjat. Sot, komunikimi është çelësi për të hapur dyert të reja në marrëdhënie. Një bisedë e sinqertë me një mik apo partner mund të sjellë afrimitet dhe mirëkuptim të ndërsjellë. Në punë, përpiqu të jesh i hapur ndaj ideve të reja dhe bashkëpunëtorëve. Një koleg mund të ofrojë një perspektivë të papritur që do të ndihmojë në zgjidhjen e një problemi të vjetër. Financat tregojnë qetësi, por kujdes me shpenzimet e vogla që grumbullohen. Meditimi i lehtë ose një shëtitje në natyrë do të rigjallërojë shpirtin dhe do të forcojë energjinë pozitive. Mos harro të mbështetesh tek intuita, ajo do të të udhëheqë drejt vendimeve të drejta. Shijo çdo moment të vogël që ofron dita. Daforia. Sot është dita e përshtatshme për të reflektuar mbi marrëdhëniet e tua personale. Kërko qetësi në zemrën tënde dhe lejo që ndjenjat të udhëheqin drejt zgjidhjeve të reja në dashuri. Një surprizë e vogël nga partneri mund të ndriçojë ditën. Në punë, përpiqu të përqendrohesh në detaje që mund të kenë kaluar pa vëmendjen e duhur më parë. Shkëlqimi yt do të vërehet nga të tjerët, ndaj mos hezito të ndash idetë e tua. Financat janë në një balancë të brisht, shmang shpenzimet e panevojshme dhe planifiko me kujdes për të ardhmen. Sot, një shëtitje në qiell të hapur mund të jetë ilaçi për shpirtin tënd, duke të ofruar një qetësi të mirëpritur. Përqafo momentet e thjeshta dhe gjej lumturi. Luani. Dita e sotme sjell një ndjenjë të thellë reflektimi dhe dëshirë për të avancuar. Në jetën e dashurisë, një bisedë e sinqertë me partnerin mund të hapë horizonte të reja, duke forcuar lidhjen tuaj. Në punë, përqendrohu në detaje dhe mos nxito. Suksesi do të vijë për ata që tregojnë durim dhe këmbëngulje. Financat shfaqen të qëndrueshme, por shmang investimet impulsive për momentin. Kujdesi për shëndetin mendor është i rëndësishëm, ndaj gjej pak kohë për të çlodhur dhe për të menduar për veten. Aroma e ngrohtë e dimrit të shoqëron me një ndjenjë qetësie. Mos harro të vlerësosh të mirat që ke, pasi ato janë çelësi për mirëqenien tënde të përhershme. Një zemër plot mirënjohje është gjithmonë e lumtur. Virgjëresha. Në këtë ditë të bukur dimri, energjia pozitive rrethon rrugëtimin tuaj. Një ndjenjë harmonike ndërthuret në marrëdhënien tuaj romantike. Është çasti i duhur për të ndarë biseda të thella që sjellin afërsi dhe mirëkuptim. Në fushën profesionale, ndershmëria dhe përkushtimi juaj do të shpërblehen. Një mundësi e re mund të shfaqet duke ju kërkuar të tregoni guxim e të merrni një hap të ri. Financat duket se janë në një ekuilibër të kënaqshëm, por shmangni shpenzimet impulsive. Ndjenjat e brendshme janë të qeta, duke ju ofruar një ndjesi të thellë paqeje dhe mirënjohjeje. Merrni pak kohë për të medituar ose për të arritur një qetësi shpirtërore, pasi kjo do t'ju ndihmojë të rindërlidhni energjitë tuaja pozitive. Peshoria. Dita premton të sjellë një ndjesi të veçantë harmonie. Në marrëdhëniet personale, komunikimi do të jetë çelësi për të kapërcyer çdo keqkuptim të vogël. Mos hezitoni të shprehni ndjenjat tuaja me zemër të hapur. Në aspektin profesional, një mundësi e re mund të paraqitet, kështu që keni sy dhe vesh të hapur për sinjalet e vogla që universi ju dërgon. Kujdesuni për detajet financiare, duke shmangur shpenzimet impulsive për të ruajtur ekuilibrin në buxhet. Sot është një ditë e shkëlqyer për të reflektuar dhe për të dhënë rëndësi momenteve të vogla që ju sjellin gëzim. Përqafoni energjitë pozitive dhe lini pas shqetësimet. Një ecje në natyrë mund t'ju ndihmojë të gjeni qetësinë e brendshme. Akrepi.
Në këtë ditë të fundit të vitit, shpirti yt ndjen një riburim energjie dhe një dëshirë për reflektim. Në dashuri, komunikimi është qelësi për të kapërcyer çdo pengesë të vogël që mund të shfaqet. Është momenti i duhur për të dëgjuar me kujdes dhe për të treguar zemërgjerë. Në aspektin profesional, mund të paraqiten mundësi të reja që kërkojnë kurajo për të ndjekur. Financat janë në një rrugë të qëndrueshme, por kujdes me shpenzimet e tepërta festive. Lejoje veten të marrësh një pushim të merituar dhe të mbushësh mendjen me qetësi dhe paqe. Dita është e mrekullueshme për të shijuar momente të vogla që sjellin gëzim. Beso në rrjedhën e jetës dhe mendo për gjithçka si një mundësi për rritje të brendshme. Shigjetari. Sot mund të ndjeni një dëshirë të thellë për aventura të reja, duke përjetuar një ndjenjë lirie të brendshme. Në dashuri, komunikimi i sinqert do të forcojë lidhjen tuaj, ndaj mos hezitoni të ndani mendimet e zemrës. Në punë, energjia juaj krijuese mund të shkëlqejë, duke ju sjellë ide të freskëta që do të vlerësohen nga të tjerët. Financat kërkojnë kujdes, kështu që është mirë të bëni një plan dhe të qëndroni të disiplinuar. Kujdesuni për mirëqenien tuaj shpirtërore duke u lidhur me natyrën ose duke medituar për pak kohë. Të kaloni kohë cilësore me miqt ose familjen do t'ju ndihmojë të ndiheni të plotë dhe të mbushur me dashuri të sinqertë. Buzëqeshja juaj do të ndriçojë ditën e të tjerëve. Britsjapi. Ndërsa viti po afron fundin, do të ndihesh i mbushur me energji të reja. Sot do të ndjesh nevojën për të reflektuar mbi arritjet e këtij viti dhe për të bërë plane për të ardhmen. Në dashuri, përkushtimi yt do të vlerësohet lart nga partneri. Nëse je ende beqar, mund të shfaqet një mundësi surprizë për të njohur dikë të veçantë. Puna do të kërkojë vëmendje, por mos harro të marrësh momente për të relaksuar. Një qasje e balancuar do të sjellë rezultate të kënaqshme. Financat mund të përmirësohen nëse tregohesh i mençur në shpenzime. Duke dëgjuar intuitën tënde, do të ndihesh më i qetë dhe i përmbushur. Lejoje zemrën të udhëheqë në çdo vendim dhe do të ndjesh një ndriçim të brendshëm. Ujori. Energjia e kësaj dite do të ndriçojë shpirtin dhe mendjen. Në dashuri, është koha të flisni hapur për ndjenjat tuaja dhe të dëgjoni me vëmendje partnerin. Ky hap do të forcojë lidhjen tuaj dhe do të sjellë një valë të re harmonie. Në punë, ata që ndjekin ide të reja dhe të guximshme mund të zbulojnë mundësi të papritura. Mos e lini frikën t'ju frenojë, sepse ky është momenti për të shkëlqyer. Financat do të kërkojnë një qasje më të kujdesshme, mendoni 2 herë përpara se të investoni. Nëse ndiheni të lodhur, një shëtitje e gjatë në natyrë mund të jetë ilaçi më i mirë për shpirtin. Merrni kohë për të reflektuar dhe për të gjetur paqen e brendshme. Dita është plot potencial, thjesht duhet ta kërkoni. Peshqit. Dita nis me një ndjenjë qetësie dhe harmonizimi të brendshëm, duke ju dhënë mundësi për reflektime të thella. Mëngjesi është i përsosur për të planifikuar projektet e reja dhe për të ndërtuar ura komunikimi në punë. Në dashuri, sinqeriteti do të jetë qelësi për t'i afruar zemrat më pranë, duke sjellë një ndjesi të thellë afeksioni dhe mirëkuptimi. Financat kërkojnë pak kujdes, shmangni shpenzimet impulsive dhe fokusohuni në kursimet afatgjata. Ndërsa dita vazhdon, lejoni vetes pak kohë për relaksim dhe meditacion. Kjo do të rrënjos qetësi dhe stabilitet emocional. Mbrëmja është perfekte për të kaluar momente të këndshme në ndritën e qirinjve, duke ju kujtuar bukurinë e vogël që fshihet në çaste të thjeshta.